Çështja nëse skema i partit ka qenë histori suksesi apo jo, është çështje perceptimi individual. Ne si qeveri mendojmë që ka qenë një skemë e suksesshme. Si mund të vini të gënjeni Abdas këtu në Parlamentin e Shqipërisë duke thënë histori suksesi vjedhja 33 milionë euro të Bashkimit Evropian. I parti, për ata që nuk e kanë ndjekur, ishin 33 milion euro që ishin parashikuar të shkonin në xhepat e fermerëve. Pasi qytetarët shqiptar u ankuan se këto para po vidheshin, po ndaheshin me ish kryebashkiak, familjar të ish kryebashkiakëve, Olafi e bllokoi dhe tha që nuk mund të vidhni parat e qytetarëve të Bashkimit Evropian. I kërkoi qeverisë shqiptare që të gjente përgjegjësit, të ktheshin ato 33 milion euro dhe pastaj të riapte pra programin për 111 milion euro. Se si mundet Ministri i Financave të vi këtu dhe të thotë që kjo është një histori suksesi, ne nuk ndajmë të njëjtin mendim se çfarë është suksesi. Nëse për ju sukses, zoti ministër, është të vidhen parat që duhet të shkojnë të qytetarët shqiptar, atëherë ju keni të drejtë. Jo vetëm ajo është një histori suksesi, po e gjithë qeverisja e Partisë Socialiste e kësaj magjorance ka qenë një histori e jashtëzakonshme suksesi.